Zvarritja e seancave paraprake është shqetësimi i ri i drejtësisë. 30 ditë kohë ka gjykata për të kaluar për gjykim apo jo seancat paraprake, ato që vendosin nëse një çështje do të nënshtrohet apo jo shqyrtimit gjyqësor. Megjithatë, koha ka provuar se këto seancat të i kalojnë çdo afat ligjor. E tillë është edhe dosja Partizani, hetimet e së cilës përfunduan në shtator, por dosja u kalua për gjykim në maj, gati 10 muaj më pas ose 300 ditë. Gjyqtari paraprak është një risi në kodin tonë të procedurës penale i vitit 2017. Dispozita lejon gjyqtarin paraprak që brenda 30 ditëve ai të jap një vendim. Tashmë është bërë mod që ky afat nuk respektohet. 30 ditë që bile shkon me muaj të tërë. Për juristin Genz Gjokuta kjo zvarritje nxjerr në pah një problematik edhe më të madhe, atë të kodit të procedurës penale në vetvete. Ky është defekti i ligjit, i teknikës legjislative, sepse në momentin kur ligji cakton një afat, duhet të shprehet edhe çfarë ndodh kur ky afat nuk respektohet. Këto janë dispozita blankete quhen, të bardha, si punë një dispozite penale, po themi që e dënon diçka, po nuk thot me çfarë e dënon. Ky nuk është i vetmi problem që ka kodi i procedurës penale, ndonse i ri kodi duhet të jetë i fragmentuar për çdo episod të procesit dhe jo të bëjnë gjyqtarët fallxor, të fillojnë të bëjnë interpretime subjektive. Zgjatja në kohë e seancave që do të vendosin nëse dosja do të kalojë apo jo për gjykim, në fakt thellon edhe më shumë një ngërç ekzistues të gjykatave, atë të shtimit të stokut të dosjeve, por jo vetëm. Merrni një të pandehur të arrestuar. Afatet tërësore të paraburgimit janë 3 vjet. Pra një vit hetimi, një vit gjykimi, një vit apeli. Po ku futet kjo? Seanca paraprak shkon 7 muaj, 8 muaj. Është pjesë e hetimit apo është pjesë e gjykimit? Që të llogaritet në afatet e paraburgimit, e kupton? Me këto ndryshimet që janë bërë në ligj, shtyrja e një seance pa shkak e penalizon si avokatin që gjobitet, por edhe të arrestuar, se aty të arrestuar e gjithë problemi me pezullimin e afateve të paraburgimit. Skenaret ligjor të mundshëm të gjyqtarit paraprak janë ai i dërgimit të dosjes për gjykim, pushimi i akuzës dhe në alternativë kthimi pas saj për plotësim hetimesh për prokurorin. Aktualisht në gjykatën e posaçme, ish presidenti i vendit Ilir Meta për dosjen Çezdia dhe lobingun pret të njëjtin vendim. Në po të njëjtën fazë gjykimi është edhe kryebashkiaku i burgosur i kryeqytetit Erion Veliaj.